është koha e dur më e mirë tani për të bërë biznes, apo është në verë Jo, nuk e shikoj, atëre. Nuk është tani, absolutisht, dhe nuk është as të kohë e bricjapit, as të ujorit, as të peshqit, du t'i kuptojnë këto. Koha më e mirë në dimër është e periuda e shigjetarit. Në thënë, aqë sa mben shigjetari bashkë me nëndorin 23 nëndorë dhe në 22 dhjetorë. Në thënë, kjo është koha më e mirë për të bërë biznes. Dikush është vonuar, dikush nuk ka ecur, nuk ka pas mundësi, si ka mbledhur lekët, s'ka gjetu vëndin, jo po ka pritur. Nuk duhet të nxitohet, sidomos ata që bëjnë dhjetor. Dhe në dhjetor, dhe me thënë, në dhjetor të periuda e bricjapit, edhe karta e bricjapit është e taroz edhe planetare, është atë që ndërton vetë shkatron. është katastrofë. Nërse, të shigjetari është novator, është shpërthys, ecën, ka fantazira, do me thënë, është shumë punëtor. E realizon atë gjë. E realizon atë gjë. Kështu që kjo është periuda më e mirë, që ose u ka ikur, dhe periuda tjetër është, duke filluar që në datën 21 mars, që fillon viti i ri astrologjik, edhe deri në korik, te Gaforia.